Dy indicje bëjnë një provë, thon italianët, dhe indicjet e zyrtarëve të lartë socialistë që bëhen me hotele dhe resorte në Bregdetin e Jugut janë të shumta. I fundit në radhë është deputeti socialist i Tiranës, Arben Pollumbi. Kryetari i Komisionit Parlamentar të Veprimtarive Prodhuese do të ndërtojë një kompleks turistik me apartamente dhe hotel në radhim të Vlorës. Një muaj më parë, kompania e zotit Pollumbi ka aplikuar në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit për të marrë lejet e nevojshme mjedisore. Aplikimi është bërë nga kompania ABA, aksionet e së cilës zotrohen në masën 100% nga deputeti socialist dhe që administrohet nga vllai i tij Erlind Pollumbi. Klani Pollumbi. Ky nuk është rasti i parë që një zyrtar i lartë i mazhorancës përfshihet me ndërtime në Bregdet. Artan Gaçi, ish deputeti socialist dhe bashkëshorti i ish-ministres jashtme Olta Xhashka, tentoi ndërtimin e një hoteli me 5 yje në Himar. Familja e ish-ministres së jashtme mori edhe statusin e investitorit strategjik për këtë investim, si dhe ju dha e drejta e përdorimit të plazhit për 30 vjet me vendim të qeverisë, ku zonja Xhashka bënte pjesë. Por pasi çështja u bë publike, investimi u kallëzua në SPAK nga Fredi Beleri, kryetari që nuk u bë kurrë i bashkisë Himar. I zgjedhur si kandidat i opozitës në krye të bashkisë Himar, Beleri nuk e gëzoi asnjë ditë mandatin pasi u arrestua nga prokuroria për blerje votash. Por nga qelia ai përpiloi një kallëzim që i hapi jo pak telashe ish-ministres së jashtme. Pas hetimeve për rastin, SPAK arrestoi ish-kryetarin e bashkisë së Himarës, Jorgo Goro, për falsifikim të dokumenteve të pronës. Hetimet gjetën se prona ishte vjedhur duke ia dhënë fillimisht me dokumente false dy banorëve të zonës. Këta të fundit ia shitën familjes së ish-ministres jashtme për një çmim dukshëm poshtë vlerës së tregut, rreth 20 euro për metër katror. Me vendim të gjykatës së posaçme, toka u konfiskua përfundimisht nga shteti, ndërsa zoti Goro u dënua me 2 vite burg. Por biznesi i resorteve në Bregdet nuk janë lidhja e vetme mes ish-ministres jashtme dhe zotit Pollumbi. Ata janë edhe pjesë e një familje. Zonja Xhashka është mbesa e zotit Pollumbi, me pak fjalë klani Pollumbi. Indicje bëjnë një filozofi. Para disa vitesh grantet e AZBR-s në Shkodër përfunduan thuajse të gjitha në rrethin e afërt të një deputeti socialist. Kur fjala shkoi në veshin e Ramës, ky i fundit e pyeti deputetin duke i kërkuar sqarime dhe përgjigjja e deputetit ishte epike. O shef, sa ti marrin fshatarët parat dhe ti shpërdorojnë duke blerë naftë për bencat e tyre, më mirë kështu se i kemi vetë nën kontroll dhe nuk lejojmë abuzime, tha ai. Dhe kryeministri qeshi. Turizmi është ndëruar tashmë në motorin kryesor të ekonomisë shqiptare. Një pjesë e madhe e politikave shtetërore të zhvillimit janë fokusuar pikërisht në turizëm, që nga dhënia e statusit strategjik, falja e tokës shtetërore deri tek privilegjet fiskale, qeveria është investuar me favore të mëdha publike në turizëm. Por ekziston gjithmonë rreziku që këto favore dhe privilegje të shpërdorohen, ndaj me sa duket qeveria ka aplikuar strategjinë e Shkodrës. Siç konkludon në artikullin e tij Kapital, mbajtja brenda rrethit është mekanizmi për të patur nën kontroll zhvillimin e turizmit, sepse ardhmja e ekonomisë nuk mund të lihet rastësisë dhe as pa përgjegjshmërisë së investitorëve privat i jashtë rrethit të partisë.